Sipas Frontinusit, Bardhyli kishte vendosur këmbësorinë e rëndë në qendër dhe trupat e lehta me kalorësinë të ndara në 2 krahët. Ndërkohë Filipi do të testonte falangat e reja duke i përballur me elitën e Bardhylit. Gjysmën e kalorësisë bashkë me trupat e lehtë i vendosi në të majtën e tij. I paspët e rëndë bashkë me kalorësinë elitë maqedonase u vendosën në krah të djathtë. Kjo e fundit u porosit që mbasi të marrin krahun e lirë, t'i bien nga mbrapa. Dallojnë taktikat luftarake të 2 mbretërve. Bardhyli prej vetbesimit dhe eksperiencës kërkon një fitore të shpejtë duke thyer qendrën, ndërsa Filipi kërkon një fitore më të ngadalë. Falangitët duhet të bëhen një mur i pakapërcyeshëm për qendrën, duke i dhënë kohë elitës në krah të djathtë e cila përballet me trupat më të lehtë, ta mposhtin dhe të kryejnë një rrethim të plotë. Betejë fillon. Na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bashkohuni tek regjimenti i Stradiodëve në Patreon.